Ka një halë kjo motra, thot njerëzit po më kritikojnë i ka kjo 35 vjetë, edhe si duke dënë me bon fëmijën e tretë, edhe i thojnë qka duhet ma fëmija, 3, shumë janë. Unë nuk po habitem me ata që po ta thojnë, që ata taman janë të ba budallaki me këtë fjalë. Habitem me ty pse detyrosh ti me ba pyetje, dhe më thonë, për një budallëk që ata ta thojnë. Pse i ngon halkun? Fëmija është mirësin nga Allahu xhalla shanuhu. Ban fëmija i motër mëse këshon njerëzit. 35 vjetë. Qa do më thonë 35? As nuk je vjetër as kur gja. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në ka tregu ka thonë, shtohuni, shumoni, lindni fëmi. Merrni ato gratë cilat në fisin e tyre, në familjet e tyre, janë të njohura për lindje. Sepse në ditën e kiametit unë do të lavdrohem para ymmeteve tjera. Pra përveç që është e dobishme për ty, familjen tane, është e dobishme për ymmetin, lindja e numrit madh fëmijëve. Se bëhet riskun gajle, dësane tjera. Dhe më thonë, shkurt e shqip, ata që pëtojnë ty që ashtu, që të fjalë, kjo është bodallaki. Po edhe ti që bën këtë pyetje edhe si kur filla me dyshu, edhe për ty është bodallaki që ma ke bën këtë pyetje. A për mua është bodallaki që po të përgjigjem nashta. Nashta, që po mirë me ty, se ka pyetje më të rëndësishme. Por unë po habitem që shmarë në ymmetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam popullin tonë, që kanë ba nanat, gjyshët tona, fëmijë, marë puna fëmija tretë më ju duk shumë edhe mu të dëtru kjo 35 vjetë fëmijën e tretë, masa shumë s'po di që më thoi njerëzit. Thirmendjen. Allahu të përmirësoft.